Përshëndetje, më quaj Doriana dhe jam mësuese gjuhës italiane, pra jam diplomuar nga Universiteti i Tiranës në 2007 për gjuhë dhe letërsi italiane. Dhe në YouTube hedh video falas të gjuhës italiane dhe zhvilloj dhe kurse. Po e reja e këtij viti është që do bëj edhe video të regjistruara dhe do jenë për njerëzit që janë të abonuar tek YouTube-i. Pra në qoftë se ti tani po shikon këtë video, domethënë që je i abonuar. Në rregull, sot në plan kemi gramatikën e thjeshtë të gjuhës italiane. Në rregull, 10 faqet e para unë do t'i hedh edhe te YouTube-i, pastaj mbetjen e librit kush do dëshiroj ta blej nga YouTube-i, ta abonohet, ta blej. Në rregull, sepse janë çmime shumë të lira. I bie niveli i parë 5 euro në muaj, niveli i dytë 10 euro në muaj dhe niveli i tretë që është italisha për të përparuarit 25 euro në muaj. Në rregull, pra janë shumë të lehta, shpenzimet që neve po ti shikoj mirë as nuk i llogarisim në një muaj. Në rregull, pa 5 euro në muaj, 10 euro në muaj dhe 25 euro në muaj. Atëherë kjo do jetë kategoria 2, duke qenë se kemi të bëjmë me gramatikën, te kategoria 10 euro në muaj nëse doni të dini vazhdimin. Okej? Atëherë le të fillojmë pa humbur kohë. Edhe një herë do flasim për gramatikën e thjeshtë të gjuhës italiane. Atëre, frase affermativa, pra fjali pohuese. Io abito a Modena, unë banoj në Modena. Io sono tunisino, unë jam tunisin. Sara mangia il couscous, Sara ha couscousin. Lei Sara, ajo Sara. Io lavoro, unë punoj. Mirë është tani që mbasi unë i them, ndaloni dhe thueni edhe ju dhe përsëriteni. Në rregull se ju vetëm duke e parë nuk mësohet, duhet ta përsërisni. Okej? Pra kjo është fraza afirmativa. Non fraze, këtu kemi fjalit që ne nuk duhet i themi. Në rregull, pra është gabim nëse e themi abitare a Modena, io tunisino, mangiare couscous, lei Sara, io lavorare. Këto nuk duhet i themi, pra duhet i themi si te fraza affermative. Në mënyrë negative, si i themi në mënyrë negative? Io non abito a Modena. Io non abito a Modena. Unë nuk banoj në Modena, pra nuk jetoj në Modena. Io non sono tunisino, unë nuk jam tunisin. Sara non mangia il couscous, Sara nuk ha couscous. Lei non è Sara, ajo nuk është Sara, io non lavoro, unë nuk punoj. Pra mjafton që t'i vëjmë pjesën dhe nuk për para foljes dhe bëjmë në mënyrë negative. Frase interrogativa, fraza pyetse, fjalit pyetse. Abiti a Modena? Banon në Modena? Sei tunisino? Je tunisin? Sara mangia il couscous? Sara e ha couscousin? Che cosa mangia Sara? Çfarë ha Sara? Che cosa fai? Çfarë bën? Dove abiti? Ku banon? Di dove sei? Nga je? Chi è lei? Kush jeni ju? Ose kush është ajo? Varet kujt i drejtohemi. Lei è Sara, ajo Sara. Lavori? Punon? Gli indicatori di nazione, treguesit e mohimit. Io non lavoro, unë nuk punoj. Tu lavori? Ti punon? No, io non lavoro. Io, unë nuk punoj. Gli indicatori di domanda, pra pyetje, treguesit e pyetje, me çfarë lloj fjale ne bëjmë pyetje. Pra kemi chi, che, come, quanto, quanti, dove, perché. Me këto fjali e formulojmë pyetjen. Chi parla francese? Kush flet frëngjisht? Che cosa fate? Çfarë bëni? Come ti chiami? Si quhesh? Quanto costa? Sa kushton? Quanti anni ha Luigi? Sa vjeç është Luigi? Dove lavora signorina? Ku punoni zonjush? Perché siete in Italia? Pse jeni në Itali? Pse ndodheni në Itali? Kemi tani pra aty ishte hyrja, Pronomi personali, se mos i kisha pis? Jo. Pronomi personali, soggetto, pra përemrat vetor. Është kryefjala, pra. Emri, jo kryefjala. Io vivo in centro. Unë jetoj në qendër, pra unë, io.
Tu vivi in periferia? Ti jeton në periferi? Ti. Lei vive in centro. Ajo jeton në qendër. Lui vive in periferia. Ai jeton në periferi. Pra, vetat e numrit njës kemi io, unë, tu, ti, lui, ai, lei, ajo. Lui vive in periferia. Në numri shumës kemi noi, voi dhe loro. Noi abitiamo in città, ne banojmë në qytet. Voi abitate in città, ju banoni në qytet. Loro vivono lontano da qui. Ata jetojnë larg prej këtu. Në qoftë se më shikoni që bëj një gabim ose s'kam vënë syzet, edhe shikoj tjetër për tjetër, para që ti më sigur po e hap më shumë, po e zmadhoj më shumë. Se më janë thyer për një gjë, prandaj nuk kam vënë. Atëre, unisci ogni domanda alla sua risposta. Pra, bashko çdo pyetje me përgjigje. Pra, kolonën e parë me kolonën e dytë. Dove abiti? Dove abiti? Ku banon? Io abito in città. Unë banoj në qytet. Che cosa bevi? Çfarë pi? Edhe kemi këtu io bevo caffè. Ose il caffè, o nuk është gabim. Chi parla francese? Chi parla francese? Kush flet frëngjisht? Io parlo francese, unë flas frëngjisht. Come ti chiami? Come ti chiami? Si quhesh? Io mi chiamo Ali. Unë quhem Ali. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Sa vjeç je? Io ho 25 anni, jam 25 vjeç. Sei sposato? Sei sposato? Je I martuar? No, io non sono sposato. Jo, unë nuk jam I martuar. Con chi abita Luigi? Me kë banon Luigi? Luigi abita da solo. Luigi banon vetëm. Quando va a lavorare, signorina? Pra kur shkon të punon zonjush? Io vado a lavorare alle 8. Pra unë shkoj të punoj në orën 8. Lam edhe një këtu lart. Perché siete in Italia? Pra pse ndodheni in Itali? Pse jeni in Itali? Noi siamo in Italia per lavorare. Pra ne jemi, ne gjendemi në Itali për të punuar. Pra pse them dhe jemi dhe gjendemi? Varet nga situata. Diku mund ta përkthejmë jemi, diku mund ta përkthejmë gjendemi, në rregull? Hanno figli? Hanno figli? Pra kanë fëmijë? No, non hanno figli. Jo, nuk kanë fëmijë. Tani, merrni dhe juve këto pyetje dhe bëjni me të dhënat e juaja. Në rregull, përgjigjuni për veten tuaj ose për dikë tjetër që njihni kur është veta e tretë. Atëre, scrivi queste frasi in forma negativa. Pra shkruaj këto fjali në formë negative. Unë tani duke qenë se I bëm 12 faqe, do ta mbyll. Dhe pastaj të tjerat do vazhdojnë me pagesë, pra është abonimi 10 euro në muaj, okay? Ju më pres atje atëre.